Drama e shpopullimit të fshatrave në malësi të madhe ka krijuar këtë realitet të trisht. Në Goraj Budish, në njësinë administrative Kastrat, fshati dikur me mbi 300 shtëpi, sot ka mbetur me afro 100 të tilla, ku në pjesën ndërmuese jetojnë vetëm 2 të moshuar. Të rinjt janë larguar në kërkim të një jete më të mirë në emigrim, pasi prej 36 vitesh, zona vuan mungesën e ujit të pishëm, furnizimit normal me energji elektrike, shërbim shëndetësore e të tjerë. S'kena ujë, s'kena drita, s'kena punë, s'kena sollë, s'kena kurrë. Kemë do pres anë zero, shoqënia është e mirë, kisha është shoqënia jonë, tani jonë po kjo më kon. Ujë tash 35 vjet nuk ka i pik ujë, dina zero. Dina 80 vjet to. A mos të ujë në komplek. Me pi, A skandal. Doktori është në Shkodër, unë bo me likitash. Do këtë nesër, do me këto. Drita shumë keq, do rrugash. E një ka një se nuk ka që me të më këto. Shkollën, këmi që djali në shkollë? Në komplek, mi gjenë punë, këmi që në punë? Në tropoj? Nuk ka punë, kanë do vikë. Kanë një atje. Pra ku këtu, s'maj fmi më thodi, s'maj fmi më. Po bon fmi, a ka jetes? A për të veni? Në pjesën më të madhe veç gjenë 2 pleq. Ka 70, 80, 90 vjetra ku janë. Bon që smurë, s'ke ku i thret, s'ke me qa me shkua, s'ke ku me shkua. Me shkua Shkodër, ose një doktor, ose një kur kanë bëtë veç shkua këtë. Ujtë s'kena kur i pik. Gjithë ka levizi, e gjithë ku i më du të me janë qafë njëzët më të mirë, e më të afert, a mund ma bjesh i bidon ujë. Në kohën e përparme, kooperativës më atjala, ka pas ujë bëllë, edhe i këtë fshat, edhe fshatat tjera. Kanë pas ujë bëllë, se s'kera ujë me pi. Nësë për bakti, po për me pi e kërësisht. Martesa bëhen, po martesa fëmi nuk ka. Martesa që vinë emigrantët? Emigrantët vinë, martohen, bënë një dazëm, një dorë bëjbë se punës edhe ikin. Jo, martesë të në fshatë, thamë, pra banorët fshatit. Po fshatit s'ka, se të rritë kanë ikë, vinë fëmija prej Italijet, prej Ameriket, bënë një dazëm të ullë. Qështë sa është put komunizmi, partia punës i të kanë nish, si nga kjo për ujë, plas. Njerëzit kanë ikë prej punësijet, prej ujët, prej gjithë s'kajt. Një gjë, a ka bava kinë botë, një fshat i vogël, ujtë ka tonë onë që rrëthohna, vetëm nësë kena ujë. Vetëm fshat i vinë. Kur jena kanë me komunën, kena shkua jeton komunë, herë me makinë, herë kom, kena shkua, kena zgjidhë çdo lloj problemit të komuna. Qysh sa vonë bashkia, për mua t'ja fusin të lakën ka donë, se bashkia për mua nuk ka. Shkolla e fshatit i ngjan një zonë të dalë nga lufta. Çdo vit e më shumë aty mungojnë fëmijët, dhe në total sot marrin dije vetëm 26 të vegjël, ku mësimi kryhet në klasa kolektive. Cilën klasë frekuenton edhe sa fëmijë jeni në shkollë? Vetëm klasë 8 edhe jena 28 fëmijë. Me zë fillurin. Si e kaloni ditën? Mirë, shëllujnë futboll isho, volejboll isho. Jena 2 klasat bashkume në 6 vit. Vera është përjulla kur zona nis të gjallërohet më shumë nga rikthimi në vendlindje e emigrantëve. Klevi Gjolaj, vetëm 19 vjeç, ka lindur në Itali, por rikthehet në tokën e të parëve për pushime. Ti ku ke lind, Klevi? Në Itali, afër Torinës, atje në Itali. Po në gjatë verës për pushime vito, me taku familjar që kanë tej. Në keq se çdo vit tu ul njerëzit, tu shkua ne, tu shku këteje, edhe kesh me e thonë, po tu dekë, edhe pleqt. Kam i kushëri to, po moshë teme, s'kam pa, deri tash 3-4 ditë që jam i to s'kam pa kanë. Edhe famulitari Kastratit, Ad Gazmentinaj, e pranon se fshati po shuhet, ku tregon se ka vite që nuk ka kryer një pagzim apo ceremoni martesore. E ndin çdo shtëpi, me thënë drejtën. Unë vitin e kaluar kam beku të tëna shtëpiat dhe mbi 2/3 e famullisë ka ikë. Dhe fatkeqësisht edhe shtëpia që tashma disa i kanë restauruar, por ka shumë shtëpia që tashma bari është mbi qatit e tyne, dhe kjo është një fatkeqësi në vërtet. Se këtu është edhe një fatkeqësi tjetër, po pavarësisht se nuk bëhet shumë jehon, por këtu mungon ujë. Me siguri ikën për shumë arsye me vërtet, por këtu, sidomos pjesë e Malësisë, nuk ka ikë vetëm tash, domethënë ka ikë që në vitet 40 dihishin arsye deri në vitin 90. Mas 90-et arsyet kryesisht janë ekonomike. Shumica prej tyre janë burr gru që do thot plak edhe një plak, apo edhe një plak vetëm, apo kjo është realiteti ynë. Ka kohë që ne nuk kemi pagzime, nuk ka kunor, nuk e di kur ka një kunor marteset këtu në famulli. Kështu që kjo është një realitet, domethënë, që nuk është vetëm këtu, është pak
me shumë gjithkun. Emigrimi fatkeqësisht e ka vrarë të ardhmen e këtyre fshatrave që po plaken me shpejtësi. Shteti në gjithë këto vite nuk ka dhënë qofte edhe kontributin më minimal për të frenuar këtë plagë e për të ndryshuar realitetin e këtyre zonave me bukuri të rralla natyrore dhe potenciale të shumta.